Në rërat e Egjiptit ndodhen 25 kontenjer prej graniti, secili me peshë rreth 100 ton. As inxhinier sot nuk mund të shpjegojë plotësisht se si janë ndërtuar. Në Indi qëndron një shtyll hekuri që i ka rezistuar ndryshkut për mbi 1600 vjet, ndërsa çeliku modern korrodohet brenda disa dekadave. Në Irak, arkeologët zbuluan një pajisje që i ngjan një baterie e ndërtuar afro 2000 vjet përpara se Alessandro Volta të prezantonte të tijën. Këto objekte nuk përputhen me rrëfimet historike tradicionale, kryesisht sepse ato janë shkruar pa njohuri të drejtë për drejtë për zbulime të tilla. Sot do të shqyrtojmë 7 artefakte të vërteta, të lashta, secila aq e avancuar sa duket sikur është lënë pas nga udhëtar të së ardhmes. Fillojmë me misterin më të rënd në kuptimin literal. Të 7 artefaktet mund të preken fizikisht, secili ruhet në një muze real dhe secili sfidon kuptimin ton për të kaluarën. Në vitin 1850, në Saqqara të Egjiptit, arkeologu francez Auguste Mariette vuri re kokën e një sfinksi prej guri që dilte nga rëra në veri perëndim të piramidës së Djoserit. Gjatë gërmimeve të mëtejshme, ai zbuloi një rrugë të tërë sfinksesh që shonin drejt hyrjes së një kompleksi nëntoksor. Kur ekipi i tij më në fund arriti të hynte brenda, u detyrua të përdorte eksploziv, pasi kalimet ishin plotësisht të mbyllura. Pas barirave prej guri, u zbulua një labirint tunelesh të gjata, të gdhendura drejt për drejt në gur gëlqëror. Në galerinë më të madhe, përgjatë të 2 anëve të një korridori, qëndronin 25 kuti gjigande prej granitit të zi dhe roz. Secila kishte rreth 4 metra gjatësi, 2.5 metra gjerësi dhe 3.3 metra lartësi. Vetëm kapaku peshonte rreth 30 ton, ndërsa masa totale e secilit kontenjer arrinte afërsisht 100 ton. Ekuivalente me një vagon hekurudhor të mbushur plotësisht, të vendosur thellë në një hapësirë të ngushtë nëntoksore. Kur Mariette hapi një nga këto kuti me eksploziv, brenda nuk gjeti asgjë përveç bazetisë dhe mureve të brendshme, krejtësisht të lëmuara. Zyrtarisht, ky vend njihet si Serapeumi dhe besohet se është përdorur për varrosjen e demave apis. Megjithatë, asnjë nga kontenjeret e hapur nuk përmbante mbetje demash apo gjurmë mumifikimi. Në vend të kësaj, studiuesit zbuluan diçka shumë më të jashtëzakonshme, një nivel të pazakontë saktësie në përpunimin e gurit. Inxhinieri Christopher Dunn, me afro 5 dekada përvojë në prodhimin e teknologjisë së lartë, mati sipërfaqe të brendshme të 2 prej këtyre kutive, duke përdorur instrumente industriale me tolerancë deri në rreth 0.005 mm. Muret rezultuan të sheshta në një nivel që zakonisht arrihet vetëm me makineri moderne të kontrolluara nga kompjuteri. Këndet e brendshme ishin të përkryera në 90 gradë me rreze qosheje vetëm 4 mm. Kur Dunn ju drejtua një kompanie amerikane prodhimi me kërkesën për të riprodhuar një kuti të tillë nga një blok i vetëm graniti, ju tha se edhe me burime të pakufizuara, ajo do duhej të ndërtohej nga të paktën 6 pllaka të veçanta. Megjithatë, ndërtuesit e lashtë e gdhendën çdo kontenjer nga një blok i vetëm monolit, i nxjerrë në Asuan, rreth 800 km larg Saqqarës. Vetë guri ka një fortësi rreth 6 deri në 7 në shkallën Mohs, dhe disa kontenjer janë bërë nga materiale edhe më të forta, si dioriti. Tunelet ku janë vendosur këto struktura masive janë aq të ngushta sa 2 persona mezi mund të kalojnë pranë njëri tjetrit. Si janë lëvizur bloqe prej 100 tonësh nëpër këto korridore, si janë kthyer në kënde të drejta dhe si janë vendosur në hapësira, me vetëm pak centimetra tolerancë, mbetet e pashpjeguar. Nuk ka hapësirë për ekipet të mëdha apo mekanizme levash, dhe sipas historisë tradicionale, egjiptianët e lashtë nuk zotronin teknologji hidraulike. Një kuti e papërfunduar qëndron ende në mes të një tuneli, sikur ndërtuesit ta kenë braktisur në mes të procesit. Hieroglifet e gdhendura në mënyrë të ashpër në sipërfaqe të jashtme
kontrastojnë fort me lustrimin pasqyror të brendshëm, duke sugjeruar se mbishkrimet mund të jenë shtuar shumë më vonë nga një grup tjetër. Duke kaluar nga galeritë nëntoksore të Egjiptit, në fundin e detit Mesdhe, rrim në një tjetër zbulim të jashtëzakonshëm. Në vitin 1901, zhytës grek për sfungjer u kapën nga një stuhi pranë ishullit Antikithera. Për të mos humbur kohë, kapiteni urdhëroi një zhytës të zbriste. Ai u kthye në sipërfaqe në panik, duke pretenduar se kishte parë trupa në një thellësi prej 60 metrash. Kur kapiteni u zhyt vet, ai nuk gjeti trupa njerëzor, por rënojat e një anije romake të lashtë, që ishte fundosur rreth vitit 5 para erës sonë. Trupat ishin statuja mermeri që kishin qëndruar në fund të detit për afro 2000 vjeçar. Midis skulpturave dhe monedhave të shpërndara, gjende një fragment i zakonshëm bronzi i oksiduar. Për 2 vjet, objekti mbeti i pavënë re në një kuti magazinimi në Muzeun Arkeologjik Kombëtar në Athinë. Derisa politikani Spiridon Stais vuri re një çarje në sipërfaqen e tij. Brenda u shfaq një ingranazh i vogël, i prerë me saktësi, një zbulim i jashtëzakonshëm në një objekt mbi 2000 vjeçar. Reagimet fillestare varionin nga entuziazmi deri te skepticizmi, me disa që sugjeronin se ishte një falsifikim. Megjithatë, tomografia moderne me rreze X e kryer në fillim të viteve 2000 zbuloi kompleksitetin e tij të vërtetë. Brenda pajisjes ndodhej një sistem prej 37 ingranazhesh bronzi, ku më i madhi kishte një diametër prej 13 cm dhe 223 dhëmb. Me përmasa afërsisht sa një laptop, mekanizmi ishte në gjendje të llogariste pozicionet e diellit, hënës dhe 5 planetëve të njohur. Ai parashikonte eklipset diellore dhe hënore, dishte ciklet e lojrave olimpike dhe tregonte fazat e hënës. Niveli i saktësisë i arritur nga kjo pajisje nuk u arrit nga shkenca europiane deri afro 1500 vjet më vonë. Mekanizmi merrte parasysh edhe lëvizjen e parregullt të hënës në orbitën e saj eliptike. Për këtë qëllim, ai përfshinte 2 ingranazhe të montuara në një bosh të zhvendosur, një zgjidhje e ngjashme me diferencialin, i cili i lejon rrotat e një makine të rrotullohen me shpejtësi të ndryshme gjatë kthesave. Dhëmbët e çdo ingranazhi ishin prerë me një saktësi të njëtrajtshme, që nuk mund të arrihej me vegla të thjeshta manuale. Dhëmbët trekëndor duken të njëjtë, sikur të ishin stampuar. Bishkrimet në panelin e pasëm, të deshifruara me teknika moderne, rezultuan të ishin një manual i detajuar për dorimi. Paneli i përparëm, tashmë i humbur, me shumë gjas, përmbante tregues me ngjyra, ku një sferë kuqe përfaqësonte Marsin dhe një e artë diellin. Studiues nga University College London e kanë përshkruar pajisjen si një kryevepër inxhinierike, që kombinon astronominë babilonase me traditat matematikore të Akademisë së Platonit. Kushdo që ndërtoi këtë mekanizëm zotronte një nivel kuptimi të universit, që nuk do të arrijë gjërësisht edhe për gati 2000 vjet. Oratori romak Ciceroni, duke shkruar në shekullin e parë para erës sonë, përshkroi një pajisje të ngjashme, të krijuar nga Arkimedi në Sirakuzë. Kjo sugjeron se mekanizmi i Antikitherës nuk ishte vetëm unik, por pjesë e një tradite më të gjerë teknologjike, nga e cila ka mbijetuar vetëm një shembull i vetëm. Grekët përkthyen lëvizjen e qiellit në një pajisje prej bronzi, ndërsa në të njëjtën periudhë mjeshtrit indian të metalit arritën të zotrojnë hekurin. Në oborin e xhamis Kuatul Islam në Delhi qëndron një shtyllë hekuri me lartësi 7.2 metra dhe peshë mbi 6 ton. Një mbishkrim në sanskritisht e lidh atë me mbretin Chandragupta II të dinastisë Gupta, duke datuar në shekujt e parë të erës sonë. Për më shumë se 1000 vjet, shtylla ka qëndruar e ekspozuar ndaj shirave musonike dhe nxehtësisë së fortë. Megjithatë, pothuajse nuk tregon shenja ndryshku. Hekuri i zakonshëm në klimën e Delhit korrodohet brenda pak vitesh, ndërsa edhe struktura moderne, si kulla Eiffel, kërkojnë rilyerje çdo 7 vjet. Në shekullin e 10, shtylla u godit nga një top,
duke lënë vetëm një grop në lartësi prej 4 metrash. Përpjekjet për të shpjeguar qëndrueshmërinë e saj nisën në vitin 1912, kur kimistët britanik analizuan për herë të parë monstra nga metali. Një përgjigje e qartë erdhi 91 vjet më vonë, kur profesori Subramanian nga Instituti Indian i Teknologjisë në Kanpur publikoi një studim të detajuar. Duke përdorur difraksionin me rreze X, teste elektrokimike dhe mikroskopi, ekipi i tij zbuloi se hekuri përmbante rreth 1% fosfor dhe nivele shumë të ulta të sjufurit dhe manganit. Kjo përbërje çoi në formimin e një shtrese të hollë, fosfati hekuri kristalor, rreth 0.1 mm e trash. Kjo shtresë vepron si një barierë mbrojtëse, duke rigjeneruar gjatë cikleve të lagjes dhe tharjes. Në thelb, mjeshtrit e lashtë krijuan një formë natyrore të hekurit rezistent ndaj korozionit, më shumë se 1500 vjet para zhvillimit të çelikut inox modern. Ata arritën këtë përmes saldimit me fark, duke ngrohur dhe farkëtuar me kujdes metalin për të ruajtur vetitë e tij kimike, pa instrumente moderne apo teori shkencore. Metalurgjia moderne ende nuk ka arritur të riprodhojë kombinimin e saktë të përbërjes dhe qëndrueshmërisë që gjendet në këtë shtyllë. 6 ton hekuri pa trajtuar kanë përballuar kushte mjedisore që sfidojnë edhe materialet bashkëkohore. Ndërsa mjeshtrit indian zotruan hekurin, artizanët romak rritën një kontroll të jashtëzakonshëm mbi dritën. Në Muzeun Britanik, i mbrojtur pas xhamit të fortifikuar, qëndron kupa e Likurgut, i vetmi shembull i plot i xhamit dikroik nga antikiteti. Kur ndriçohet nga përpara, kupa duket jeshile, e ngjashme me nefritin. Kur drita kalon përmes saj, ajo shkëlqen në një të kuqe të thellë rubini. Sipërfaqja paraqet një skenë nga mitologjia. Mbreti Likurg i mbështjell në hardhi rushi, i vëzhguar nga perëndia Dionis. Kupa u krijua me teknikën e ashtuquajtur cage cup, ku një blok i trash xhami gdhendet me kujdes deri në një strukturë të hollë dhe të hapur. Megjithatë, efekti i ndryshimit të ngjyrës nuk qëndron në gdhendje, por në vetë strukturën e materialit. Shpjegimi u zbulua në vitet 1990, kur fragmentet të ngjashme të xhamit romak u analizuan në mikroskop elektronik. Studiuesit zbuluan grimca ari dhe argjendi të integruara brenda xhamit, secila rreth 50 nanometra në madhësi, mijëra herë më të vogla se një kokër kripe. Kur drita ndërvepron me këto grimca, elektronet në metal fillojnë të lëkunden, duke ndryshuar gjatësinë e valës së dritës të reflektuar dhe të transmetuar. Argjendi prodhon ngjyrë jeshile në reflektim, ndërsa ari është përgjegjës për ngjyrën e kuqe kur drita kalon përmes xhamit. Ky fenomen, i njohur si rezonancë plazmoike, përdoret sot në sensorë modern dhe teknologji optike të avancuara. Artizanët romak kishin bluar arin dhe argjendin në grimca të padukshme për syrin dhe i kishin integruar ato në xham nëpër masa të sakta. Vetëm në vitin 2014, shkencëtarët në Cambridge arritën të riprodhonin një efekt të ngjashëm, duke përdorur miliona nanogrimca për milimetër. Romakët kishin arritur rezultate të krahasueshme, më shumë se 1600 vjet më parë, pa mikroskop, pa lazer dhe pa njohuri formale të optikës. Kjo teknik u humb me rënien e prandërisë romake, duke lënë kupën e Likurgut si dëshminë e vetme të plotë të saj. Sot, studiuesit po shqyrtojnë mënyra për ta përdorur këtë parim të lashtë në krijimin e detektorëve shumë të ndjeshëm për ndotjen e ujit. Një teknologji e krijuar për zbukurim mund të ketë potencialin të shpëtojë jetë shekuj pas pikës së saj. Ndërsa romakët manipulonin dritën, bashkosit e tyre në lindje mund të kenë shfrytzuar elektricitetin. Në vitin 1936, gjatë ndërtimit të një hekurudhe pranë Bagdadit, punëtorët zbuluan një varrezë të lashtë pranë rrënojave të Ktesifonit, kryeqyteti i perandorisë Parthe. Ndër artefaktet ishte një enë balte rreth 14 cm e lartë. Brenda saj ndodhej një cilindër bakri, ndërsa në qendër ishte varur një shufër hekuri që nuk prekte muret. Gryka ishte mbyllur me një tap bitumi.
Wilhelm König, drejtori i Muzeut Kombëtar të Irakut, identifikoi strukturën si të ngjashme me një qelizë galvanike. Dy metale me potenciale të ndryshme elektrokimike të ndara nga një hapësirë për një elektrolit të lëngshëm. Gjurmët e korozionit në sipërfaqe sugjeronin praninë e një substance acide, me shumë gjas uthull ose lëng rushi. Studiuesi amerikan Willard Gray ndërtoi më vonë një kopje dhe mbushi me lëng rushi. Pajisja prodhoi me sukses rrymë elektrike. Një qelizë e tillë mund të gjenerojë rreth 1 volt dhe disa enë të lidhura së bashku mund të kishin siguruar energji të mjaftueshme për procese si veshja me ar. Enë të ngjashme janë gjetur në Seleukia, së bashku me gjilpëra bronzi dhe hekuri. Në shekullin e parë të erës sonë, mjeku romak Scribonius Largus përshkroi trajtimin e përdhes duke përdorur rreze elektrike të aplikuara në këmbët e pacientit. Kjo tregon se ideja e përdorimit të elektricitetit në mjekësi ishte e njohur shumë kohë përpara se të kuptohej shkencërisht. E është e quajtura bateria e Bagdadit paraprin shpikjen e voltës me të paktën 1600 vjet. Në vitin 2003, ajo u vodh nga muzeu gjatë pushtimit të Irakut dhe vendodhja e saj aktuale mbetet e panjohur. Me zhdukjen e saj, mund të jetë humbur mundësia për të analizuar me teknologji moderne një nga pajisjet më të hershme elektrike të mundshme në histori. Duke u kthyer në Egjipt, hasim një tjetër objekt, mjaftueshëm i vogël për të vendosur mbi një tavolinë, por që ngjan një pjesë nga makineritë moderne. Në vitin 1936, arkeologu Walter Emery hapi varrin e një zyrtari të quajtur Sabu në nekropolin e Sakarës. Pranë skeletit ai zbuloi një disk guri të thyer me diametër rreth 61 cm. Ai ishte gdhendur nga metasiltiti, një material i brisht që mund të qahet edhe nga një goditje e lehtë. Disku ka 3 fletë të lakuara që bashkohen në një qendër, duke ngjarë shumë një impelleri industrial. Varri daton rreth 5000 vjet më parë, në periudhën e dinastisë së parë të Egjiptit, kur veglat ishin kryesisht prej guri dhe bakrit të butë. Mbetet e pashpjeguar se si ja gdhendur fletë kaq të holla dhe të sakta nga një material kaq i brisht pa u dëmtuar. Një entuziast krijoi një kopje të diskut me printer 3D dhe vendosi një strukturë me bosht rrotullues. Kur u vu në lëvizje, modeli filloi të pomponte ujë në mënyrë efikase, duke funksionuar si një impeller centrifugal klasik. Edhe pa një mbështjellse, disku rrotullues krijonte një vorbull të qëndrueshme ujë, duke treguar se forma e tij nuk ishte rastësore. Inxhinierët e Airbus prodhuan gjithashtu kopje dhe konfirmuan se dizajni ka veti aerodinamike, edhe pse nuk mund të përdoret si helik. Egjiptologu Cyril Aldred sugjeroi se forma e diskut mund të jetë një kopje e një origjinali metalik shumë më të vjetër. Nëse disku i Sabut është vërtet një model i një mekanizmi të humbur, ai përfaqëson dëshmi të një njohurie inxhinierike që i paraprin historisë së shkruar. Rreth 5000 vjet më parë, dikush në luginën e Nilit mund të ketë kuptuar se si të lëvizte ujin duke përdorur forcën centrifugale. Megjithatë, kjo njohuri u zhduk me kalimin e kohës, së bashku me identitetin e krijuesit të saj. Zbulimi i fundit nuk është i fshehur nën tokë, por qëndron përpara mijëra vizitorëve çdo ditë pranë qytetit Xi'an në Kinë. Në vitin 1974, fermerët që përhapnin një pus zbuluan fragmente të një figure balte, duke çuar në zbulimin e ushtrisë së terrakotës. Më shumë se 8000 luftëtarë në përmasë reale, të bërë nga argjil e pjekur. Çdo figurë është unike, pa përsëritje të fytyrave, edhe pse për kokat janë përdorur vetëm 8 forma bazë. Ushtria u krijua për të ruajtur varrin e Qinqihuangut, perandorit të parë të Kinës së Bashkuar, ndërtimi i të cilit kërkoi rreth 700.000 punëtor. Më pak se 1% e kompleksit është gërmuar deri më tani, por një nga zbulimet më të rëndësishme nuk ishin statujat, por armët e tyre. Arkeologët zbuluan mbi 40.000 maja shigjetash prej bronzi, shpata deri në 95 cm të gjata, shtiza dhe mekanizma harkësh.
Pas më shumë se 2200 vjetësh në tokë, shumë nga këto armë mbeten të ndryshme dhe të mbreta, sikur të ishin farkëtuar së fundmi. Për dekada, shkencëtarët besonin se ruajtja e tyre ishte rezultat i një shtrese mbrojtëse kromi, pasi në sipërfaqe u gjetën gjurmë të këtij elementi. Megjithatë, kromimi u patentua në Europë vetëm në shekullin e 20, duke e bërë këtë teori të pazakontë. Një studim i përbashkët në vitin 2019 nga University College London dhe Muzeu i Shtrisë së Terrakotës ndryshoi këtë interpretim. Kromi i gjetur në armë rezultoi të ishte ndotje nga llaku i përdorur në drezat prej druri dhe boshtet prej bambuje, dhe një trajtim i qëllimshëm kundër korozionit. Arsyeja e vërtetë e ruajtjes qëndronte në përbërjen e bronzit me përmbajtje të lartë kallaj dhe në vetit e tokës përreth. Toka lokale lohes me natyrë alkaline, grimca të imta dhe përmbajtje të ulët organike krijojnë një midis ideal për konservimin e metalit. Eksperimentet treguan se kopjet e bronzit të varrosura në këtë tokë mbetën të paprekura edhe pas muajsh në kushte ekstreme. Ndërsa të njëjtat mostra të vendosura në tokë britanike u mbuluan me korozion të dendur në të njëjtën periudhë. Mbretërit e dinastisë Qin, më shumë se 2200 vjet më parë, kombinuan përbërjen e materialit dhe kushtet mjedisore në një mënyrë që funksionoi si një sistem perfekt konservimi. Edhe pse nuk njihnin terma si elektrokimia apo korozioni alkalin, rezultatet e punës së tyre mbijetuan për shekuj. Dhjetra mijëra armë qëndruan në errësirë, të ruajtura, sikur të prisnin momentin për të zbuluar. Këto zbulime përfshin galeritë nëntokësore të Egjiptit, thellësitë e detit Mesdhe, hapësirat e hapura të Indisë dhe varrezat e lashta të Kinës. Ato përfshin struktura guri me saktësi të jashtëzakonshme, pajisje astronomike të avancuara, metale rezistente ndaj korozionit, materiale optike me veti në nivel nano, sisteme të hershme elektrike dhe forma mekanike që i ngjajnë teknologjisë moderne. Secili artefakt është real, i dokumentuar dhe i ruajtur në muze që mund të vizitohen. Nuk kërkojnë shpjegime spekulative, por sfidojnë kuptimet tona të zakonshme. Ato sugjerojnë se qytetrimet e lashta zotëronin njohuri dhe teknika që më pas u humbën dhe u rizbuluan vetëm pas shumë shekujsh. Ajo që sot i quajmë inovacion, në disa raste mund të jetë thjesht rizbulim i praktikave të harruara. Progresi mund të mos jetë një vijë e drejtë në rritje, por një cikël ku njohuria shfaqet, zhduket dhe rikthehet. Nëse dëshironi të eksploroni më shumë mistere si këto, abononi në këtë kanal dhe klikoni zilën që të njoftoheni për ngarkime të reja. Faleminderit për shikimin.